NATO ka hartuar një raport që u shpërndar vendeve anëtare ku theksohet se Rusia mund të sulmojë me dron vendet e aleancës. Sipas hartës së rrezikut, Rusia mund të përdorë dron të sofistikuar për të provokuar rrjetin e sigurisë në cilën përfshihet edhe Ballkani, posaçërisht Kosova. Sipas këtij raporti, juglindja e Kosovës dhe kryesisht zona e Ferizajt, ku ndodhet edhe baza ushtarake amerikane e Bond Steel, është shënuar me të kuqe si mundësi sulmi. Materiali i zgjeruar, i cili është dorëzuar edhe në shtabin e përgjithshëm të Shqipërisë, flet për ekzistencën e 10 bazave sekrete ruse, ku janë ngritur 6 platforma për lëshim dronësh me rreze të gjatë veprimi. Këto baza janë ndërtuar gjatë kufirit ndërmjet Bielorusisë dhe Ukrainës, të cilët janë zbuluar nga shërbimet sekrete të Kievit dhe Polonisë. Këto baza, që janë përdorur për të sulmuar Ukrainën, janë identifikuar se kanë kapacitetin për të lëshuar mjete fluturuese pa pilot, edhe në hapësira e shumë përtej territorit të shtetit që Moska po lufton që prej vitit 2022. Polonia, nëpërmjet shërbimit të saj sekret, ka alarmuar aleancën duke bërë të ditur se nuk është vetëm Varshava në rrezën e rrezikut të sulmit të dronëve. Ekspertët polak kanë ndërtuar një hartë të detajuar të hapësirës që përfshin të paktën teorikisht rrezja e platformave ruse. Kjo hartë përfshin një hapësirë të madhe europiane, ku hyn edhe Ballkani dhe kryesisht Kosova. Duke parë me kujdes hartën, ekspertët e NATO-s kanë vërejtur se nuk kemi të bëjmë me një rrezë të çrregullt, por me objektiva mirë të llogaritura. Mjafton të shihet se pika ku futet Kosova në rrezë rastis pikërisht me bazën amerikane më të madhe në Ballkan, siç është ajo e Bond Steel. Kompania e njohur analitike DroneSec ka përpunuar të dhënat në mënyrë shkencore dhe ka arritur përfundimin se alarmi i shërbimit sekret polak është mos e justifikuar. Ndaj, shtabi i përgjithshëm i NATO-s ka përgatitur materialin që ja ka shpërndar të gjithë vendeve anëtare. Raporti thekson se në 59 platformat e lëshimit mund të operojnë me versionet më të fundit të dronëve të prodhuar në Rusi, avion reaktiv të aftë për të arritur objektiva gati 1000 kilometra larg në vijë ajrore. 7 nga 10 bazat u përdorën nga Moska në bombardimin e fundit të Kievit, por ato mund të përdoren edhe kundër vendeve të NATO-s në rast të një konflikti të drejt për drejt. Imazhet satelitore tregojnë një rritje të konsiderueshme të rezervave të dronëve të teknologjisë së lartë. Të paktën një nga bazat thuhet se është e aftëruar mbi 1000 dronë të gatshëm për përdorim. Këto katapulta të montuara në Shina zëvendësojnë pistat e uljes dhe lejojnë lëshimin e shpejtë të dronëve të rëndë, të ngjashëm me avionët, pikërisht pranë vijës së frontit. Raporti thekson ndër të tjera se platformat janë projektuar për të lëshuar versionet më të fundit me shpejtësi të lartë të dronëve me rreze të gjatë veprimi me motor reaktiv. Disa nga këto qendra u krijuan duke konvertuar bazat ushtarake ekzistuese dhe aeroporte civile, ndërsa të tjerat u ndërtuan nga e para në zonat rurale.